Shoferët e autobusëve kërkojnë nga qeveria të vijojë me reformimin e transportit të pasagjerëve dhe të zbatojë ligjin ashtu si e ka shkruar edhe vetë. Të mbledhur në një mini stacion të improvizuar nga sindikata dhe shoqata e transportit, ata kërkojnë që vendorët të kontrollojnë licencat që japin për mjetet 8+1. Kujtim Mema, kreu i shoqatës së transportit ndërqytetas, deklaroi se kjo protestë nuk është kundër furgonëve, por është ndaj qeverisë të zbatojë ligjin. Sipas tij, furgonët e kanë bukën e fëmijëve, po të zbatojnë licencën që kanë marrë dhe jo të zhvillojnë konkurrencë të pandershme. I bëjmë thirrje qeverisë që të mos ndalet për zbatimin e ligjit, të mos ndalet për reformimin dhe rregullimin e transportit. Autobusat interurban konkurrohen nga transporti komunave, që është dhënë për të punuar komunë qytet dhe ai niset dhe bën qytet. Ato mjeti që pretendojnë që neve në po na morë kemi bukën e fëmijëve, edhe ato e kanë bukën e fëmijëve, ti shërbejnë komuna u kanë marrë përsipër, licencën u kanë marrë përsipër, të shkojnë. Mema u shpreh sigurt se nuk ka monopol për transportin e pasagjerëve me autobus, pasi prej vitesh ky profesion trashëgohet brenda familjes. Ndërsa një prej shoferëve që bën linjën Tiranë-Laç, Bledar Sula, deklaron se është në këtë biznes prej vitit 2002 dhe autobusi që ai drejton është i vitit 1999 dhe e ka shërbyer edhe turistëve në Europë pasi plotson standardet. Ndërsa sipas tij, këto 15 ditët e fundit, duket se qytetarët janë ndërgjegjësuar dhe po udhtojnë më shumë me autobus. Ne momentalisht kemi janë Tiranë stacion. Në Laç nuk ka. Momentalisht ne jemi më keq se fugonat. Ju keni kaq vite që punoni, si ka qenë biznesi juaj, në ngritje apo në ulje? Vetëm këto 15 ditë ka ndryshim. Për mirë, se që kur nuk kanë hyrë fugonat në Tiranë, njerëzit kanë filluar po ndërgjegjësohen në një farë mënyrë dhe po kërkojnë autobusin, se ka pas shumë udhëtar që nuk e dinin çfarë ishte fjala autobus. Sa kaq shoferët e furgonëve e kanë cilësuar më herët protestën e autobusëve si një antimiting, duke u bërë të ditur se shpejt edhe autobusët e tyre do të dalin nga tregu, pasi po tentohet të vendoset monopoli.